Nëse mbrana 2-3 ditë e shkurtë arrin ta bëj shumicën, halal i qoftë, por duket që është shumë larg edhe nuk po shohim të paktën përpjekje. Ai tashmë veç ndodhet në një udhëtim jashtë Kosovës, në Londër, edhe në takimet me kuadër të procesit Berlinit, por edhe takimet me mërgjimtar. Ka mbetur shumë pak ditë që realisht të mund të lëvizë diçka, nuk po shohim asnjë interesim më të vogël të zotit Kurtit që t'i bëjë numrat ose të kontaktojë me partitë potenciale për të arritur. Pra nuk pret asnjë befasi eventualisht që të befasohemi kështu që pas ka ndodhur në prapasken diçka. Skena politike na ka befasuar shpesh, mund ndodh befasi, por aktualisht në çfarë situatë ose rrethonash do të Kosova nuk pritet absolutisht të lëviz asnjëri prej subjekteve politike. As zoti Kurti nuk është interesuar të lëviz, por hiç më pak nuk janë duke të interesuar as partitë opozitare. Kjo rrethon pikërisht lidhet me çështjen e zgjedhjeve lokale, me rundën e dytë të zgjedhjeve që secila lëvizje kalkulohet as shumë në vota edhe në çfarëdo forme që mund të lëvizet do t'i kushtojë njërës apo tjetrës parti. Prandaj çështja e balotazhit është tepër determinuese sa i përket asaj që është e pamundur të shpresohet se të dielën mund kemi qeveri dash me Kurtin ose pa Kurtin kryeminist. Ju shihni ndonjë gjast që lëvizje? Jo, asun nuk shoh të paktën asnjë gjast të tillë. Kjo për vetë faktin që gjithçka po duket një lloj skenari zotit Kurti prej momentit kur ka marrë vesh rezultatin e 9 shkurtit. Pra ai kur ka kuptuar që ka 40%, po duket tiketar ky skenar i zhagitjes edhe mos formimit të institucioneve deri pas zgjedhjeve lokale. Sepse ai e dinte në thelb që asnjëra prej partive nuk do të ishte gatshme që të bashkëpunonte me të, ndërkohë që zgjedhjet lokale krejt e taktizuar është gjithçka. Prej kur e ka marrë vesh rezultatin. Pra kur ka rënë 40%, do me thonë, ai ndoshta ka prit më shumë, po besoj që po, jo vetëm në bazë të asaj edhe çka proklamonte në publik, po edhe ka mendu kështu personalisht, me të mësu rezultatin prej 40%, po besoj që e ka para pa, sepse distanca kohore, intervali kohore ka qenë shumë i shkurt. Dhe ka mendu si opcion që krejt kjo zhagitje, po është bë me skenon. Pse do ndodh kjo? Jemi dëshmitar që ditëve të fundit ka pas diskutime edhe për një përfshirje të mundshme të LDK-s në koalicion, megjithatë nuk do ndodh para ballotazhit, para 9 nëntorit. Është e gatshme LDK-ja që të hyjë, të bashkojë forcat me zotin Kurti, unë po besoj që po, megjithatë për shkak të kësaj situate të krijuar pas 9 shkurtit edhe asaj gjuhës së ashpër, fillimisht prej zotit Kurti, po e pastaj edhe prej palës tjetër e ka krijuar një insinuatë të tillë ku të dyja palët nuk mund të bashkëpunojnë pa shkuar edhe në një palë zgjedhje të tjera. Kjo vrejt ditëve të fundit, zoti Kurti e tha në takimin me margjimtar, Memli Krasniqi e përmendi biles edhe datën tha në dhjetor, te kampi AK-s u përmend 12 dhjetorin nëse s'ka bëj, kështu që ekziston një lloj marrëveshje në parime pa nënshkruar që ky skenari i zotit Kurti që thoni ju u ka pëlqyer edhe të tjerëve. Andaj edhe kanë përcjell hapa. Po, shumë është e thjeshtë, domethënë po luajtur në skenarin e tij. Po të mos donin partitë e tjera ta shtynin edhe vet, të mos ta zhagitin çështjen, atëherë do t'ja votonin në kryekovendarin. Pra, ka qenë sepse ata diskutojnë edhe brenda, jo vetëm zyrtarisht, ata diskutojnë edhe në kuvend si do t'ja bëjmë tutje. Edhe prej partive tjera që në kanë informuar, ata vazhdimisht e kanë ditë situatën si do të rrjedhin gjërat. Pra, edhe këto 2 javë s'ka kur gjë, edhe këtë muaj s'ka kur gjë dhe kemi ardhur deri në këtë pikë që duhet të mbyllur zgjedhjet lokale. Çka do ndodh pas zgjedhjeve lokale? Unë shoh një bashkëpunim të madh çfarë edhe i duhet. Fillimisht Kurti po tenton ta hell topin tek partitë opozitare, megjithatë ato nuk janë të gatshme, për shkak edhe të frikës, sepse ky diskurs i konvenon maksimalisht zotit Kurti, pra që ta ndajnë ne dhe ata gjithë fushatën e pastaj mbas edhe do ta përforconte rezultatin në zgjedhjet e ardhshme. Ju si shihni këto gjasa që brenda pak ditësh të gjenden numrat për mbështetje, megjithëse kemi parë si kanë rrjedhur gjërat edhe me kryetarin e kuvendit, pastaj edhe në telashe me nën kryetarin, por gjithsesi Kurti ka pretenduar se numrat për qeverinë i ka. Tani në këto pak ditë çfarë mundësi shihni? Po siç u tha, unë nuk e di së pari a dëshiron zoti Kurti ta formojë qeverinë. Zhagitja na tregon që ai s'ka pas një interesim ta formojë qeverinë, të paktën jo me këto partitë opozitare. Domethënë ai ka pas interesim ka prit për një votë dhe ka kërkuar në zgjedhje kampanjë në fushat elektorale, ka kërkuar numrin e votave që të t'i asiguronin atij prapë shumicën bile edhe një shumicë më të madhe se sa që e kishte.
Tashti nuk po shohim ndonjë iniciativë ose përpjekje serioze nga ana e tij për formim qeverisë. Unë jam habit pak me partitë opozitare, të cilat nuk ja kanë votuar kryekumvendarin qysh fillim, që të rrjedhin këto afatet në start. Ta votojmë kryekumvendarin cilin do. Po t'ishte skenari njashëm, nga i nuk do t'ishte i sigur që jetë sa naj skenar, sepse mund t'a kishim votuar fare let, zonin Haxhiu, e cila dhe ashtu tani është në kryesi. Po do të mund t'a votoni, po afatet do të fillonin qysh atëherë, nëse këto kanë qenë të sigurta që nuk do të hynë koalicion me to, e kanë pas qartë se zotri Kurti nuk i ka numrat, madje as menisme nuk i ka numrat. Opcion tjetër ka qenë edhe zgjedhjet para zgjedhjeve lokale, pra zoti Kurti ka llogaritën zgjedhjet në qershor. Po zhagitja ka është menduar dhe ka një qëllim strategjik që është t'i fajsoj partitë opozitare për mos bashkëpunim. Kjo ka qenë strategjia që është fillim të zvarritet deri në atë pikë sa njerëzit të bindën që po të dojë opozita formohet qeveria, po opozita nuk po dëshiron të formohet qeveria, prandaj Kurti nuk ka se çfarë të bëj, duhet të shkojnë zgjedhje, e kjo i mobilizon votuesit e zotit Kurti, i mobilizon edhe njerëzit që ndoshta nuk kanë votuar herën e kaluar ose hezitojnë të votojnë ose janë me dilema, dhe arrihet qëllimi i madh strategjik i tij që ta bëj, themi, e ka bërë një si fushat elektorale këtë periudhë. Po mirë, të tjerët, a nuk mund të tjerët ta përdorin situatën e njëjtë në favor të vetin, nëse ai fajson gjithë